Ish kryeministri spanjoll José Luis Rodríguez Zapatero po hetohet për dyshime për ushtrim, ndikimi dhe krime të lidhura me të, tha të martën gjykata e lartë e vendit. Zyra e Zapateros në Madrid po kontrollohej së bashku me 3 ambiente të tjera, tha gjykata në një deklarat, duke shtuar se ish kryeministri ishte thirrur për të dëshmuar më 2 qershor. Zapatero, një aleat kyç i kryeministrit aktual socialist Pedro Sánchez, ka mohuar tashmë çdo shkelje para një komisioni të dhomës së ulët. Çështja ushtron më shumë presion mbi Sánchez, i cili është tashmë i ndjekur nga një hetim për korrupsion për rishfete të dyshuara që përfshin antar kyç të rrethit të tij të ngushtë, si dhe hetime që përfshin gruan dhe vëllain e tij. Zapatero udhëhoqi Spanjën nga viti 2004 deri në vitin 2011. Në një deklarat, Partia Socialiste tha se Zapatero ishte një pioner i politikave progresive që tashmë mbështesin shoqërinë spanjolle, dhe se e djatha politike dhe e djatha ekstreme nuk e kishin falur kurrë për këtë. Hetimi është pjesë të ashtu quajturit rasti Plus Ultra, i lidhur me shpëtimin shtetëror prej 53 milion eurosh në vitin 2021 të linjës ajrore vendase Plus Ultra përmes kompanisë shtetërore Holding Sepi gjatë pandemisë COVID-19. Gjykata e lartë po shqyrton nëse shpëtimi është miratuar siç duhet. Ndima ka tërhequr kritika politike pasi kritikët thanë se nuk ishte e qartë nëse Plus Ultra ishte një aset strategjikisht i rëndësishëm dhe se kishte financa të dobta dhe lidhje me aksionerët venezuelian.